Banorëve ju kisha sugjeru me fol me Antigonën se është ilaç i shpirtit, se është një rrugtim shumë i vështirë. Edhe shkurtimisht sa i përket dorsmës, mendoj që ka me qenë atmosferë shumë e mirë. Mendoj që edhe Yll Kakuqi ka me këndu shumë mirë, edhe kam i bo një atmosferë shumë të mirë. Na e zbulove. Edhe këngëtarin. Këngëtarin. Nuk e kondit, ko menu që del këndu. Ko menu që ka dalë, veç kush ka me kënu. Për mirë, nuk ka sekret që Yllkën e kam shoqe, edhe... Po, edhe shokun e Yllkës. Yllkën e kam shoqe prej feminist. Kretin në regullina, dhe së dash me thonë. Takona me ta. Kështu që, kom menu që ka dalë, është publiku kjo, se kom një. I kërkoj falje, krejtve. O, hajde se ti e të po ma faktore. Grahe. Atmosferën kom i po shumë. Te darsma, unë kësha dash mi pa një skenim darsmes martesës lëndrimit edhe Klodit, e jotë Klodit edhe Elionës, për shkak se ata na kanë ekspozu një lloj afërsie për rreth 2 muaj, cilën e kemi pa krejt na, edhe në fund më kundërzu me një darsëm, kishte një skenim i mirë, mi pa kundërzimin e atij asaj afërsie që ata na kanë ekspozu neve si publik gjatë 2 muajve. A mendon që i shkon më ndjeshme mes Klodit edhe lëndrimit se sa mes Klodit edhe Elionës? Mendoj që kishte qenë më emocionale. Antigona, si mendon ti? Wow! Lavdi. Ka një ide